Brenda pak muajsh, qyteti Lezhës pritet të ketë varrezat e reja publike. Investimi i Bashkisë Lezhë me vlerën rreth 40 milion lekë të reja synon të zgjidhë një shqetësim të kahershëm për mijëra banor, të cilët prej vitesh janë përballur me mungesë hapësirash në varrezat ekzistuese në Gryqëzez dhe me përmbytjet që prekin varrezat në Gocaj. Ecuria punimeve të nisura prej disa javësh u inspektua nga kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Dreu, sipas të cilit varrezat që po ndërtohen në zonën e Mërqis do të krijojnë kapacitet të mjaftueshëm për të paktën 100 vite të ardhshme dhe projekti do të shoqërohet me të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Paralelisht, bashkia është në diskutim për ndërtimin e 2 varrezave të reja, njëra për zonën e Zadrimës dhe tjetra për njësitë administrative Kolç Zejmen dhe Shënkoll. Kjo është zgjidhja përfundimtare e një strukture varrezash dinjitoze me investime, e cila synon ta kthej realisht në një vend ku nderi atyre që marrin ndërimet e fundit të jetë në nivelin sa më dinjitos të mundshëm. Është një ndër gjërat që shpirtërisht më bën të qetë se kam adresuar një problem të cilin nuk ka qenë lehtë për ta adresuar. Shoh me shumë kënaqësi se punimet po ecin shumë mirë, kompania ka punuar dhe vazhdon të punojë me përgjegjshmëri, çka do thotë se shumë shpejt ne do kemi një sistem, si thash, në nivel të shërbimeve. Pra, këtu do jetë një sistem që mendojmë ne se për 100 vjet nuk do ketë më probleme të tilla, ndërkohë që po mendojmë në një situatë të pazakontë edhe me disa varreza të zonës rurale, po mendojmë për 2 varreza tjera publike, një në zonën e Zadrimës dhe një në mes njësive Kolç, Shënkoll dhe Zemen. Konform ligjit dhe rregullores, Bashkia Lezhë do të ndërhyjë edhe në zhvendosjen e varrezave që përmbyteshin në fshatin Gocaj, në ato të rejat që po ndërtohen. Pas kohës, sepse ka një periudhë dekompozimi që nuk të lejon për të ndërhyrë, ne do marrim gjithë masat, do marrim dhe lejet përkatëse dhe gradualisht ne do i spostojmë ato varreza dhe i sjellim këtu. Si një detyrim që kemi ne, ka shi gjithë atyre familjeve të cilët kanë njerëz të tyre, por që i kanë në kushte, pra mos të thënë mizerabël atje, dhe ne e kemi detyrim do ta bëjmë me shpenzimet e bashkisë gjithë këtë proces. Ndërtimi i varrezave të reja në Lezhë vjen në një kohë kur në disa zona është shfaqur fenomeni i zaptimit të hapësirave për shkak të mungesës së vendeve për varrim, ndërsa prej vitesh banorët kanë kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për këtë problem.